Zonja Feza, qka nëse zonja Osmani do t'jetë propozim i një bashkëpunimi të mundshëm me LDK në shembull, por t'jetë propozim që t'jetë për presidente sërish, kam parë edhe disa reagime nga bashkëpartijake të juaj, siç është zonja Arbëresh Kryzeu, zonja Adriana Matoshi, të cilat kanë thënë që e refuzojnë emrin e Osmanit pa marrë parasysh se çfarë ndodh, nuk e votojnë për presidenten. Shikoni, zonja Osmani tha që nuk kemi asnjë arsye për ta refuzuar si presidente. Më pas të tërhoqim. Me njëherë pasi që përfundoi domethënë procesi i votimit, por ajo e tha këtë pas një muaji fushat, në fakt 10 ditë intenzive, por një parafushate të gjatë në të cilën në kuadër të së cilës ka pas tepër shumë komente, ofendime e akuza në raport me lëvizjen vetëvendosje. Tani kjo është qëndrimi im personal, unë e kam shumë vështirë t'i përbi të gjitha ato akuzat të cilat na janë bërë e janë të pabaza, të gjitha ato ofendime të rënda të cilat janë drejtu lëvizjes vetëvendosje nga ajo, duke pas parasysh edhe pozicionin tonë në këtë proces, i cili ka qenë me shumë konsiderat dhe respekt ndaj pozicionit dhe zonjës Osmani. Po e përsëris, unë personalisht e kam shumë vështirë t'i përbi gjithë ato ofendime në drejtim të vetëvendosjes, edhe ato akuzat të pavërteta të cilat janë bërë për një muaj në drejtim tonin.